Një ngjarje tronditse ka tronditur opinionin publik në Washington DC, ku një nën 25 vjeçare akuzohet se ka lënë të vetëm për 30 të tëra binjakët e saj 13 muajsh, duke shkaktuar vdekjen e vajzës së vogël dhe rrezikimin e jetës së djalit. Sipas autoriteteve, oficerët e policisë mbërritën në banesë pas një telefonate emergjente për një fëmijë pa shenja jete. Brenda apartamentit ata gjetën 2 binjakët në kushte të rënda. Vajza e identifikuar si Mazuri Jones u shpall e vdekur në vend ngjarje, ndërsa vllai i saj binjak u gjet ende gjallë pranë trupit të së motrës. Hetimet paraprake tregojnë se nëna e tyre Valencia Duke dyshohet se i kishte lënë foshnjat pa kujdes për periudha të gjata kohe. Sipas dokumenteve hetimore, gjatë një intervali prej rreth 92 orësh, ajo kishte kaluar vetëm pak kohë në apartament me fëmijët. Autoritetet përshkruajnë kushte alarmante brenda banesës, ku janë gjetur ushqime të prishura, mbeturina dhe substanca të dyshuara narkotike. Djali i mbijetuar u transportua menjëherë në spital në gjendje kritike. Mjekët konstatuan se ai vuante nga hipotermia dhe keq ushqyerja e rëndë. Sipas dokumenteve të çështjes, fëmia ishte në gjendje aq të rëndë sa tentoi të kafshonte një stetoskop duke ngatruar me ushqim. Autopsia e kryer mbi vajzën e vogël përcaktoi se ajo kishte humbur jetën si pasojë e dehidratimit dhe keq ushqyerjes së rëndë. Autoritetet e klasifikuan vdekjen e saj si vrasje. 25 vjeçaria u arrestua më 3 qershor dhe tashmë përballet me akuza për vrasje të shkallës së parë dhe abuzim me fëmijët. Sipas mediave amerikane, ajo ndodhet në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht, ndërsa pritet të dalë para gjykatës për seancat e ardhshme procedurale.